Sot më datën 1 tetor asteroidi Juno hyn në shenjën e Shigjetarit. Juno si asteroid është ai që lidhet me martesën, me shpirtin binjak, me angazhimin, dashurinë dhe përkushtimin. Hyn sot në Shigjetar dhe do qëndrojë deri më datën 29 dhjetor, pra nga tetori deri në dhjetor. Njerëzit do të bëhen më pak tolerant ndaj marrëdhënieve ku mungon transparenca, ndaj marrëdhënieve ku mungon liria dhe që janë bytëse dhe super toksike. Dhe do ketë nevojë për sinqeritet në njohje, në marrëdhënie, në martesë, si dhe për një vizion të përbashkët gjithashtu. Dhe nuk është një kohë për tu angazhuar nga frika apo detyrimi. Do thonë, lidhjet apo martesat që do bëhen në këtë periudhë nuk është se do bëhen nga që ndihen njerëzit të imponuar apo të detyruar nga njerëzit nga fisi. Por të bëjnë nëse realisht i duan vetë. Do të ketë një prirje për të njohur me persona të kulturave të ndryshme, me persona që janë ndryshe nga ne, nga zakonet tona, pra për marrëdhënie ndërkulturore, si thuhet, për njohje në distancë, gjithashtu apo lidhje me persona që sjellin një perspektivë të re. Në këtë periudhë do të tërhiqemi nga njerëz që na frymëzojnë, që na mësojnë diçka ose na motivojmë që të evolojmë edhe të progresojmë shpirtërisht. Dhe ka më shumë nevojë për lidhje që t'japin hapësirë, që t'japin liri, për marrëdhënie ku udhëtimet janë të shpeshta. Martesat apo marrëdhënie të cilat janë të ngurta dhe pa një vizion të përbashkët do të ndihen paksa të rënda edhe mund të prishen gjatë kësaj periudhe. Dhe do të shihni më shumë debate rreth besnikërisë në marrëdhënie, rreth lirisë në marrëdhënie, rreth rolit të feve, besimeve, kulturave, filozofive të ndryshme në marrëdhënie. Ata të cilët do të ndikojnë më shumë gjatë këtij transitit të Junos në Shigjetar, dhe Juno thash që bëhet fjalë vetëm për partneritetit afatgjata, për lidhjet e gjata dhe për martesën, janë ata që kanë ascendentin e binjakët, që kanë ascendentin tek Shigjetari, ata që kanë ascendentin tek Luani, gjithashtu që i prek më së shumti.